Dhe nderuar miq, do të flasim për protestën e cila mbrëmjen e sotme hyn në natën e tretë për Zvërnecin, për atë që po ndodh atje kundër projektit, por çfarë do ndodh tani në vazhdim? Do të flasim më mirë se me këto tjetër me zotin Kreshnik Osmani, drejtuesi i lëvizjes Atheu. Zoti Osmani, përshëndetje dhe faleminderit. Gilbert, përshëndetje, faleminderit juve. Zoti Osmani, ju natë për natë me podcastin tuaj jeni kthyer në fenomen, edhe ashtu siç thotë edhe shikuesit, Universitet Falas për të gjithë, por të lutem si mund të ta shpjegojmë edhe për shikuesit tan më thjesht atë që po ndodh me protestën, pra përtej asaj që duket, sepse ju keni paralajmëruar që kjo protestë është pa kokë edhe shumë shpejt do të vdesë nëse nuk kthehet në politike. Por si mund bëhet ky kapërcim për ta marrë dorë, pra për të kthyer gjithë ky uragan, oqean, tsunam që ju e thoni në politik? Atëherë, Gilbert, fillimisht kërkoj ndjes se unë nuk i mbaj dot borxhet, nuk kam borxhe në jetën time ndaj askujt dhe nuk po të laj borxhin, por po ju them se ajo që po ndodh është se të gjithë njerëzit e mirë të Shqipërisë, jo vetëm Kreshniku që po bëhet fenomen me podcastin e vet, po edhe dritarja juaj po bëhet dhe po solidarizohet në çdo sallë Tiranës ku ka çështjet e Shqipnisë që po ngrihen, edhe ti ke qenë aty gjithmonë, me dritarin tuaj, me pyetjet, nuk i mbaj dot borxhet, prandaj ta ktheva. Jo për t'ju thurë elozhe, por ke qenë kudo dhe unë jam dëshmitar. Dhe ajo që po bëj unë, ajo që po bëni ju në ndritën e këtij bojkoti masiv të mediave të pushtetit dhe të regjimit, po ndodh fenomeni i bashkimit njerëzve të mirë, dashur. Shqiptarët po zgjohen nga gjumi letargjik, po e kuptojnë që kombi i tyre po shitet, po degenerohet nga një grusht anti-shqiptarësh të përdal, të cilët mendonin se doza e kokainës, e drogës, e valiumit, e diazepamit, e përgjumjes, mendonin se ariu është në gjumë. Ariu po zgjohet. Ariu shqiptar që i mbjetoi shekujve po zgjohet dhe po sheh se i kanë ardhur ke kosherja, po i vjedhin mjaltin. Mjalti ariut shqiptar është Zvërneci, është Narta, është Vlora, është Durrësi, është Portoromano, është Rriolli, është jugu Shqipërisë, është deti jon që po i shitet me Ferit Hoxhën në Hag, duke çuar çështjen në Hag, ministri i jashtëm i cili e quante Edi Rama tradhtar në 2009, kur Berisha firmoste me Lulzim Bashën, me Dora Bagojanis, shitjen e jugut Shqipërisë, e ndaloi gjykata kushtetuese. Edi Rama e quajti tradhtar kreun e grupit negociator, Ferit Hoxhën, tradhtari i Shqipërisë, e rrëzoi gjykata kushtetuese 9-0, e mori anti-shqiptari tradhtarin dhe e vuri në krye të diplomacisë shqiptare, sepse kalendat greke në Washington kishin vendosur ta sjellin Ferit Hoxhën për të ngulur thikën e fundit shitjes Shqipërisë. Ajo që po ndodh, shqiptarët e ndershëm të gjithë ku janë e ku s'janë, kanë vendosur të japin grushtin përfundimtar, ta kthejnë PS-n dhe PD-n në PPSH siç ka qenë në origjinë. PPSH-ja u ndan PS-n, PD dhe disa parti tjera, po zgjohen nga gjumi, ka tentativa sigurisht për të kontrolluar protestën, për të marrë mikrofonat në kontroll, është vetëm çështje e përkohshme, kalimtare, ka tentativa për ta rrëmbyer protestën nëpërmjet mediave të cilat janë mediat marksiste të Tiranës, të cilat duan ta çojnë të gjithë këtë zgjim të shqiptarëve tek Parti Komuniste të reja të dala, që i ka prodhuar vetë sistemi ose Internacionalja Komuniste e Shqipërisë. Po zgjohet Shqipëria, Gilbert, jemi në ditë madhështore, në ditë historike, para 6 muajsh, kam pas kolonel Demiren tek podcasti im, me tekst dhe me ditë kemi thënë, e kam nxjerrë në faqen time në Facebook dhe në YouTube,
me tekst kemi thënë në qoftë se deri në marsin e 2026 nuk ngrihet Shqipëria marr fund dhe shitet, është e shitur, ka marr fund. Dhe gabum me 3 muaj, sepse ishte lufta e Iranit. 3 muaj që përfitoi Rama në kohë ndërkombëtare, manovrat dhe akrobacitë që bëri, sepse përfitoi nga lufta e Iranit. Tani po I vjen fundi. Ramës dhe Berishës. Cirku mbaroi, Narta Zvërneci I çori maskat përfundimisht, Rama Berisha bashk, zero reagim, zero qëndrim, të dy bashk dhe të gjithë janë bashk. Berisha ka mbrojtur akoma më shumë në fakt. Si? Berisha në fakt e ka mbrojtur akoma më shumë. Që ka mbrojtur? Projektin. Është ustaj. Por problemi I këtyre është që nuk kanë më turp të dalin hapur, Gilbert. Dhe a dini pse? Sepse nuk kanë më kohë. Nuk kanë më kohë për makinacione, nuk kanë më, janë të dy pjesë e të njëjtës bark, Rama dhe Berisha. Deri tani e kishin maskuar në mënyrën më perfekte të mundshme. Jo kështu, jo ashtu, po unë do vi Trumpi, do meqin në gratën, do çonte Fatmir Mediun me valizhen në Washington, kap kongresmen, kap senator, kap hidh në I lek nej, marrë ata qytetarët e shkret që janë nderi këtij kombi për mu demokratët, protestuesit, opozita janë nderi I kombit, por fatkeqësisht një pjesë e madhe e tyre janë naiv, nuk e kuptojnë që Rama dhe Saliu janë bashk. Janë bashk sepse Rama nuk rrin dot më në pushtet, po se pati alibin e Saliut dhe të non-gratës, ndërsa Berisha po iku Rama e ka të qartë 100% që do iki. Rama dhe Berisha kanë vënë një bast. Do të bëjmë akrobaci ndërkombëtare me Izraelin, me Emiratet Arabe, me Washingtonin, me Trumpin, me Kushner, me Grenell, me këtë munden që të blejnë pak kohë. Koha e tyre ka mbaruar. Sepse nuk ka kompani në botë më të madhe se Amerika. Nuk e di nëse jam I qartë me këtë që po them. Jo Jared Kushner, po vetë presidenti Trump nuk është më I madh se Amerika. Dhe e gjithë loja e pisët është, po përdorin tashmë kartën e tyre të fundit. Kush është karta e fundit e Ramës dhe Berishës? Po e marrin talebanët, ata që nuk kanë Allah, ata që s'kan din iman dhe ata që nuk njohin Kuranin. Ky është mufesiri I fundit, komentuesi më I fundit I Kuranit në botë, Edi Surelit. Tradhtari më I madh I Shqipërisë dhe I shqiptarëve është bërë komentator Kurani. Kush është filmi? Zgjimin e kombit shqiptar pa dallim feje, krahine, ideje. Gjithë rinia të bukur. Dvesh me shami e me kryqe në qaf, e me minifun e me shami, ashtu siç është kombi shqiptar. Vllazën ortodoks, katolik, musliman, vjen tradhtari I Surelit dhe synon të hedhë helmin e tij të fundit, protest talebanësh, protest kundër Izraelit që ka qitë nxjerr, ka fut njerëzit aty në protest që të thrasin poshtë Izraeli, poshtë Amerika. Pse bëjnë këtë? Që t'i thonë Europës edhe Amerikës, po ikëm unë me Berishën do përballeni me talebanët. Se ka hall, se ka marrë vesh se në Siri ka ardhur Al-Qaeda në pushtet. Pasi iku Bashar Asadi, Trumpi dhe Amerika u morën vesh me frontin Al-Nusra. Ahmed Al-Shara, presidenti I ri I Sirisë, vjen nga Al-Qaeda. Para 2 muaj ishte në shtëpi të bardhë, po lunte basketbol me Trumpin. Pse? Janë idiot, janë ignorant, nuk e kuptojnë lojën ndërkombëtare që kanë ndryshuar bota.
por nuk janë vetëm idiot dhe nuk e lexojnë lojën ndërkombëtare, janë edhe të liq. Pra duan të hedhin helmin e tyre që po ikëm ne, do vinë talibanët. Kush janë talibanët? Aty ishin gjitha gocat e bukura të Shqipërisë, ishin me minifun, me dekolte, ishin me shami, ishin musliman, krishter, plot vasha të bukura e djem të ri, kishin mbush bulevardin. Kush janë talibanët? Don ta identifikoj protestën me lëvizjet marksiste dhe ka bashku një kroshin që u kthy nga Gaza me Arlin Qorin. Pra, nuk do arrijë që të kapet protesta. Nuk e kap dot ai protestën, jo sepse nuk e kap dot, por nuk do ta lëm ne ta kap. Si nuk do ta lëm ne? Jemi aty ne, po kontrollojmë gjithçka, po shohim gjithçka. Kush e devijon se po viçin ta tentojnë të kapin mikrofonat, tentojnë të bëjnë këtë, ne po rrim veç, rrim anash dhe po tregon Rama, po i fut njerëzit brenda për të treguar që kjo është protestë kundër Izraelit, kundër Amerikës, kundër imperializmit amerikan, kundër çifutëve. Ka marrë atë zotrin që ka ardhur nga Gaza, që e kapën izraelitët atje. Për Bakigote. Ka bashku me atë Arlin Qorin dhe në vend që të shlirojnë Shqipërinë, tani po shlirojnë Shqipërinë dhe Gazën. Kupton kush është filmi? Në mënyrë që protestat të duket radikale e majt dhe islamike talibane. Kjo është helmi i fundit që bën Sali Berisha me Edi Ramën. Prandaj unë dje bëra një status në faqen time të Facebookut, ju drejtova ambasadës amerikane dhe izraelite. Ne nuk jemi kundër investimeve të Amerikës, të Izraelit, të arabëve, të turqëve, të evropianëve, të grekëve, të asnjë lloj shteti tjetër. Ne kërkojmë transparencë, ligj, llogaridhënie deri në milimetrin e fundit, kush janë, kush po ndërton, kush është investitori, kush është përfituesi i fundit, kush është Guacka, kush janë pronarët të rusë që fshihen në offshore-in e Hollandës, kush është ky, kush është ai, do të na i tregoj fije për pe ai dhe kush qa pjesë e ka X oligark, Y oligark, ta kryesorët e Shqipërisë që po bëjnë investime të mëdha. 4-5 investitor ka Shqipëria. Qet Kastrati, Bashkimi Ulaj në Rjoll, Samir Manja, ai Bashkimi Ulaj dhe gjithë këta. Këta janë kryesorët që kanë dhe mediat, kanë dhe pronarët e televizioneve. Bashkim Vjollca Hoxha, Tandulaku, janë gjithë këta që janë bosat e Shqipërisë. Do të tregojnë fije për pe kush po i merr, kush po i çon, kush i ka licencat, ku do i çojnë. Shqipëria nuk është në shitje. Nëse ka plan për ta bërë Shqipërinë Izraeli 2, do të bijnë faktet dhe do ta shohim dhe do dalim ne, do t'i themi se çfarë po ndodh. Por kjo nuk është një protestë kundër Izraelit, as kundër Amerikës, as kundër imperializmit amerikan, as kundër ndërtimit, as kundër biznesit. Do na tregojnë cili është plani financiar që fitojnë shqiptarët. Qa fitojnë shqiptarët? Ligjet i ka bë Edi Rama me Berishën, 7.500 e njishin, e kanë hedhë në erë pronën shqiptare, po në vllavrasje në Shqipëri, po shkatrojnë gjithçka, dhe tani po vinë dhe kanë bë ligje për investitorët strategjik, zero taksa, zero kjo, çfarë fitohet në Shqipëri deri nga Shqipëria. Flitet për një 4 miliard, në mos gaboj, 10.000 vende pune. Janë 4 miliard, 4.2 miliard euro, të cilat do bëjnë investim, mirë se të vinë, kush do bëjë investim, është zonë e mbrojtur apo jo? Është pronë publike apo pronë private? Kush thot ty me rrethu me tel me gjema pa pas vendim gjykate?
ku janë letrat e pronarve? Pse u transferu kadastra nga Vlora në Tiranë? Ka mira pyetje. Cili është përfitimi ekonomik i shqiptarëve nga ky investim? A janë vetëm punojësit dhe pastruesit e haleve të Argjenta dhe të Florita, të pasunarëve të botës, siç janë bangladeshashit e shkret apo pakistanezët që punojnë në Dubai, për 400 euro janë vetëm punëtor sanitar, kamariera edhe pastrues guroresh, ose vajatisësh, njerëz që ndrojnë vaj në ekskavatorëve. Kjo është çështja. Ne duam të jemi të qartë, duhet të tregojmë shqiptarëve çfarë po ndodh. Atyre u ka ardhur fundi, po fusin tentakulat e tyre për ta rimarrë në kontroll protestën, dhe ne jemi aty. Siç e thatë edhe ju, ka rrezik që të jetë pa kokë. Ne e duam pa kokë, sepse ishte pa kokë, është frymzu pa kokë, është çështje kombëtare, por klanet e Tiranës po prodhojnë njerëzit e tyre, secili televizion e ka nga i kokë që e ru për ditë shahu, për ditë vështira. E fusin loj, e nxjerrin, hapin 10 faqe, filani për kryeministër, edhe fap e dogjen filmin. Në qoftë se protesta do rrëmbehet, ne do thërrasim protesta në emër të lëvizjes Adheu pastaj. Në qoftë se vazhdon popullore, le të vazhdoj popullore. Po ra mikrofonat në duart të njerëzve të infiltruar, të Ramës dhe të Berishës, aty përfundon protesta popullore dhe shndërrohet në protestë partijake. Do ta ngrejmë Shqipërinë në këmbë, nuk e lejmë më në duart. Zoti Osmani, kam dhe diçka të fundit, nëse mund të thoni, Greqia si hyri këtu në këtë mes? E kërkoi njëri? Pra kush e kërkoi apo u fut vet? Greqia është alibia e Ramës dhe e Berishës. Dy lojtarë të Greqisë në Tiranë janë Rama dhe Berisha. Janë të dy ortak. Greqia është e shqetësuar që po humb lojtarët e saj në Tiranë. Greqia kontrollon Shqipërinë 80% ekonomi, biznes, jugun e Shqipërisë, reformën territoriale. Ti ke mendu në një ditë që Rama është kundër Fredi Belerit, kriminalit që vrau njerëzit në Peshkëpi? Rama është agenti më i madh i Athinës në Tiranë. E mori Fatos Nano nga urat e Parisit me thonjtë pa prerë, me urdhër të asfalis e solli në Shqipëri, e ngreti në majën. Erdhi nga losha e Francës, erdhi në Tiranë, në krye të Shqipërisë. Edi Rama asnjë ditë nuk ka qenë anti-grek. Edi Rama është lauruar, është dekoruar me urdhrin e kalorësit të ortodoksisë nga kisha greke e Jeruzalemit e lidhur ngushësisht me linjat greke të Athinës. Alibia e Ramës se po sulmohem nga Greqia dhe nga grekët apo nga terroristët, nga talibanët, janë filmat e tij të fundit për të ndërtuar rrenën e shqiptarëve, rrenën e madhe të shqiptarëve që ky është patrioti që po sulmohet nga grekët. Grekët që kanë hyrë dhe kanë folë, kanë hyrë dhe kanë ndihmu Edi Ramën që të kërkojë dhe të shes shqiptarëve alibin se ai po sulmohet nga Greqia dhe nga Serbia, siç doli një Karagjoz tjetër mbrëm ke televizioni Euronews, edhe i thot shqiptarëve që sheshi ishte mbushur me rus. Ne ishim rus aty. Ishin agentët e Rusisë në sheshta. Është një Karagjoz që del natë për natë ke televizionet e pushtetit. Bredh nga Euronews ke Top Channel-i, e thret Vilda Duma, bën si ekspert, Spartak Ngjela Junior, dhe këta flasin, eksitojnë shqiptarët me gjoja teza amerikane, dhe ky doli mbrëm televizor, tha që aty kishte rus, në agent rus. Këta janë rusët vet, këta janë Athina vet, këta janë, flas për Athinën që është kundër Shqipërisë, nuk flas për Athinën që është populli thjesht, populli grek nuk është popull armiqësor. Janë qarqet shoviniste greke, ato të cilat po i vjen në ndihmë sot Ramës dhe Berishës, dy lojtarëve të tyre të fundit në Tiranë,
të cilët janë shqetësuar se do të ikim dhe do të duhet të gjejmë kanale të reja me lojtarë të ri që po vinë. Nuk i kanë ende kanalet, do të përpiqen, nuk po tentojnë tani t'i godasin ato kanale se kanë frikë mos janë të Amerikanëve, mos janë të Europianëve, mos janë të Gjermanëve. Dhe kanë frikë me godit tani. Greqia po sheh me shumë kujdes çfarë po ndodh, dhe në qoftë se Shqipëria vazhdon edhe për pak kohë nën drejtimin dhe në pushtetin e kastës 34 vjeçare, jugun e Shqipërisë ne do ta humbasim. Do të humbasim përveç detit jon, gazit edhe naftës në detin jon, të cilin Rama po ja fal Greqisë me Ferit Hoxhën, dhe ndërkohë që shet detin dhe gazin për Greqinë, shet portin e Durrësit dhe e kthen atë në një projekt nga porti më i madh i Ballkanit dhe pika strategjike e korridorit 8, e kthen nëpërmjet agjentes Belinda Balluku në një kuti shkrepseje për të dëmtuar strategjikisht pozicionin e Shqipërisë për llogari të kalendave greke dhe për llogari të forcimit të portit të Selanikut dhe të porteve të Greqisë, që t'jenë ato pikat strategjike në Ballkan, të cilat një pjesërisht po kontrollohen nga Kina dhe nga Moska. Edi Rama duhet ta stopojë së bëri lojën e tij të pisët, sepse është i zbuluar. Ne kemi miq në gjithë botën të cilët na njoftojnë me mënyrë milimetrike se çfarë po luhet, dhe shohim atë që Rama ndoshta nuk e sheh as vet, sepse është i pavetdijshëm në tradhtimet e këtij kombi dhe ndaj Shqipërisë. Ka premtuar se do ikin Surrel, se është mërzit se do iki të jetojnë në Katun, nuk do shkosh në Katun, do shkosh para drejtësisë. Me pijame, me rigë. Dhe i kujtoj edhe i herë Edi Ramës. Edi Rama, nuk je më i fortë se Bashar Asadi. Në pritje për të parë se çfarë do ndodh sonte dhe në vazhdim, zoti Osmani, unë falenderoj shumë për bisedën. Jam mirënjohës për kohën që gjetët për të folur edhe për shikuesit tanë për këtë çështje që tashmë shkryej fjalë dhe mbetet për të parë pra si do përfundoj. Të falenderoj shumë. Faleminderit ju, pas të fat Shqipënia jon. Amin, faleminderit.